Laudhë dhe falëndrimesh për Allahun fuqiplot, I cili është Zoti I vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është profeti I fundit, mëshirë për mbar njerëzimin dhe gjithësinë. Këto salavatet dhe selame janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët me sinqeritet ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: "O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si e meriton ai, edhe asesi mos vdesni ndryshe vetëse me iman." Të dashur vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur I ka përmend edhe kur ka nxit për ibadete, për adhurime, e ka përmend se kulmi I ibadeteve, kulmi I adhurimeve është me ndje ëmbëlsinë e adhurimeve, me ndje lezetin e adhurimeve. Edhe I ka përmend mas pari anën e besimit. Ka thonë, e kemi shpjeguar një ders për këtë, thotë, nuk e ka gjetë lezetin e imanit askush prej jush, përderisa nuk I ka 3 cilësi, 3 veti, I ka mri 3 sene. Ma thonë, Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dash ma shumë se çdo kan tjetër, me dash një njeri veç për I Zotit Zotit, mos me dash për interes. Edhe treta, me urrejt daljen pi fesë, që shë urrejn hudhjen zjarë. E nëse këto 3 sene I ka besimtari, atëherë në iman e ka mri kulmin, e ka mri lezetin, e ka mri amëlsin, mjani ëmbëlsin e imanit. Na kemi thonë, nëse njeriu është I smut, çfarë do ushqimi që jep ati nuk I vjen lezet, se e ka humbur ndjesinë e shijes, dhe më thonë nuk I ndjen ushqimet. Si me thonë diçka më të mirë, si më të keqe, si me I thonë diçka me sheqer, si pa sheqer, njëjtë për të se është I smut. Kështu është njeriu I cili imanin nuk e ka në rregull, nuk I ndjen besimin, nuk e nin imanin, nuk ka pale çfarë lezeti edhe kënaqësie. Kur ti mrin çdo 3 sene, atëherë imanin e ki në rregull, me dash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahun ma shumë se çdo kush tjetër, me dash njerëzit veç për I Zotit, edhe me dash imanin, mos me dash me rujt imanin, jo stakfirullah, nis provë ma e vogël, me rapi pi provimit Allahit. Mirë, që kjo te imani, po I keme edhe një pjesë tjetër që quhen ibadetet, sepse feja jonë ka iman që venin e ka në zemër, ka edhe ibadete. Keni kujdes me këtë dallim. Ibadetet janë ajo praktikja, në praktik me qitë. Sonë muj me thonë, shumë jam besimtari I mirë, unë s'ka me mune, një ibadetes jam kërkon. Si vërtetot që imani në zemër, vërtetot në praktik, për mes punëve. E tash, nëse dënë me dit, a e ke mri kënaqësinë e ibadeteve, lezetin, a e ke një lezetin ibadeteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu një formul, një rregull. Nëse jetë ty e një kënaqësinë e namazit, atëherë ti me veprat tua, me ibadetet tua, mirë I ki punt. Elhamdulillah, mirë I ki punt. Do më thonë, kulmi ibadeteve, I adhurimeve, kur themi imani, thama jo me zemër, me steja dhe Zotit. Kur themi ibadetet, janë për qëllim adhurimet praktike. Namazi, agjerimi, zeqati, haxhi, mi dhonë selam njerëzve, mi unimu tjerve, me dhonë një sadak, me fshi xhamin, mi buzqesh njerëzve, mi nimu ati, e tjerë, kretë që to, që ka bon punë për I Zotit, e ka në emnin ibadete. E ibadetet, kulmi ibadeteve, shtylla adhurimeve, është namazi. Nëse janin lezetin namazit, edhe e bën me vullnet, edhe çdo telashe që e ki, shkon të namazi, e din ku e ki vend mbrojtën, si kurse fëmija I vogël, kur tutët për diçka e që ka bën, shkon të baba ose të nana. Kështu besimtari çdo telashe që e ka, sa herë I komplikohet situata, ngan të namazi. Besimtari s'mund me nejt I kruhet trupi, pa thamë kështu mënyrë alegorike I kruhet trupi, pa namaz, s'mund me nejt pa namaz. Kur besimtari çdo sprovë të cilën e ka, e gjen qetësinë namaz. Kur besimtari falet, shkon në xhami me qef, që të janë shaja se ti me ibadete mirë I ki punët. Pse po e thonë këtë? Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot hadithi sakt, sa herë ju kanë ngushtu punët, sa herë o mërzit, sa herë I ka ndodhur një dekje, e ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 vlad me durët e veta I ka varros. Ka ngafët me gjetë qetësinë në namaz. Kur e ka pas nesër betejën e Bedrit, nesër,
sot veç kanë shkujen bon përgatitjet nesër, që ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ton natën është falë dhe është lut. Ton natën është falë dhe është lut. Sa kur ka sabahi, po çon sahabët me fal sabahin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çut. Tu falë tu lut. Ka shkuar Abu Bekri, ja ka nis me kaju, ka dhënë ja Rasulullah. Ballë se u lodhe, u kpute, sot e kemi betejën ti ton natën je lutë dhe je fal. Çdo telashe që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu me gjetë qetësi namaz. Një. E dyta, gjithmonë kur ka pas një mërzi i ka thonë Bilalit, o Bilal, çu ta falim namazin, ta gjen qetësinë në ta. Në namaz me gjetë qetësinë. Ulemat e kanë bërë këtu një ndërhymje. Na jemi për atyne për fat keq, që thëmë hajde të him namaz të rahatomin ta, apo jemi për atyne që i thëmë një tjetërit, neve në ka rara, si kështu, mi thonë një tjetërit, hajde ta falim namazin, shumë dhe ta hekim gajlen, s'po thëmë ta hekim qafe namazin, so është pak ranë, po ta hekim, a di qka, a hekim gajlen e namazit, falmi, masaj në arrim, kështu na i këna thonë një tjetërit. Na du më thonë, na nuk e konsiderojmë namazin si diçka që mu knaqën da, si një gajle, si një përgjithësi që ta hekim gajlen ma shpejt, ta hekim qafe ma shpejt, ta krym ma shpejt, e masaj në rrim rahat. Jo, kjo është perceptimi gabum. Na jemi për atyre të cilët, kur vjen vakti namazit, thujmë, namazi, mirë kem, po namazi. Edhe nëse nuk e thojmë me gojë, a ka mundësi që me mendjet tona me thonë, inshallah jo. Allahu Gjelleshanuhu në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam, kur i ka klasifiku musliman prej munafikëve, ka thonë një fjalë Zoti. E kemi përmend, kena me përsërit. Thot, kur janë ngrit, kur qonë munafikt mu falë, pishpis, kur qkojnë xhami, qohën me prites, edhe thujnë, a qkojnë xhami se tash do të më falë, namazi, namazi, Kjo ka ndallimi mes munafikëve të kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanëve të kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kur ka namazi, ata janë çu prapë në kom. Omeri i plagosën. Edhe mjeku e ka vërtetuar se plagët të cilat i ka Omeri nuk ka me pështu, u kry filmi i tij. Pi bjen të fikt pi plagëve të mëdha, kur po dojnë me e çu, s'po mundën kur çesh me e çu, veç po presin kur po vjen namazi, pi thojnë o Omer ose prisi besimtarve. Qu se erdh vakti namazit, aty pi vjen vetdia Omerit dhe prap po qohet në ato mundësit e veta, mas thënë tash po qohet në kom, se s'ka mujt më qu. Edhe po thot, nuk ka hise në islam, ai që s'kujdeset për namazin. E që aty pi bëjnë do muhabete, me Omerin do amanete, do sene, pi zgjidhen do probleme, që tash ka me deke, shteti për jetë pa udhec, derisa pe falë Omeri shpejt namazin, klub pi bjera për të fikt. Kur janë qu besimtarët në namaz, në kohët pejgamberit janë qu me qef. Munafikët janë qu me zër. Çka pi bjen? Që kjo pi bjen që munafikët të kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është pakeron, po kërkoj falje, mos më keq kuptoni. Ju kam vllazëni du për Zot Zotit. Pi bjen kjo që munafikët të kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë fal 5 vaktin. Edhe pi bjen kjo që s'kan munguar nga namazi. E vetmja që e ka dalluar normal, ata zemrën nuk e kanë pas për Zot Zotit. Nuk du tash ti përzim sanët se kanë pas ata namazin për Zot Zotit. Ata kanë bërë veç për mësme u vrejt që janë munafik. Se ata janë konë qafira në zamër. Qafira. Na alhamdulillah, edhe nëse kemi prites, dhe më dha nuk do më tash në themi se stakfirullah një besimtari i sodit, është ma i ketë se një munafik u kosë për janë. Ja. Jo, respekt për gjithë besimtarët. Edhe nëse janë të mangët një badete. Respekt. Por po dojmë me thonë që nuk është situata shumë e letë që, a që s'ka gajle namazit. Çka me ba? Vllazni, kur qoni mu falë, qoni me gjithë qef. Dhuratën më të madhe që ja ka bën praktike Allahu këtij umeti është namazi. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në qiell, e vetmja dhuratë që e zbrit Resulullah sallallahu alajhi wasallam direkt nga Zoti, hedije dhuratë për këtë ummet është namazi. Aman. Mos e lejoni jetën e juaj me vdek pa e një lezetin e namazit. Pa përjetu lezetin e namazit. Qysh me përjetu hoxh? O veç banuj sinqert me Allahin. Veç banuj sinqert, o Zot një mam. O Zot,
Qështu ka me t'i pru Zoti punët që ti ki me fillu me ani lezetin namazit. Nuk ja mundësan Allahi çdo kuj me i ra balli edhe huna në sejdë, s'ja mundësan çdo kuj. Veç atyne të cilët i do Zoti. Veç atyne të cilët janë sinqert me gabimet që i kemi, na kemi shumë gabime, por Zoti është më i madh se gabimet tona. Zoti rahmetin e vet edhe pendimin edhe teuben edhe faljen më të madhe ka se gabimet tona. Ta ka mundsu Allahu, mundohem mos me lan 5 vaktin. Pasha Allah nuk i ka hije një besimtarit ose një njerit që beson Allahun se Zoti krijuesi dhe rrezikun e ka në dorë. Allahu rrezikun tonë e ka në dorë. Mu qu në ora 4, me nga për punë, anë 5:30 falet sabahin, mësë me shku me falë sabahin. Ose mësë me falë të shpia. Nuk kanë regull kja. Qaj Zot që të ka kriju e ka rrezikun të në dorë, nuk pe kryen obligimin ka shqeti, rrezikun pja lyp, edhe po tu të shprej shefit me shku ma herët në punë, me shku në vakt, pse nuk i përgjigjet edhe Allahu. Andaj të dashur vëllezër, termometër, termostat, thuj që shdush, i një besimtari për me ditë praktikisht ku është me Zotin, është sa o t'ja një lezetin namazit. E këtë vjen namazi i gatë, pak nëse zgatë hoxha, po duhet me jaba besimtari, nuk është kënë regull. Allah në forcoft. Allah në bëfë për atyri që i falin 5 vaktet të dashur vëllezër. Aman për i Zatë Zotit. Keni kujdes me 5 vaktin. Mos mushit farze sunete, veç farze të falni. O Allah në uza, o Allah në forca. O Allah mas në mërë shpirtin pa namaz. Zotë uzaj dhe vlat, familjet, akrabat të dashurit tanë, ata që kanë vdek, më shiraj. Vladit ja u shpirtin në gjenetet e larta. Bënja unur varët e tyne, ja Rabb, e vladet tanë, popullin tonë, uzaj në rrugën e drejtë. Na bën edhe neve të sinqert në ato që e flasim dhe punojmë. Ja Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.